Nga Begraqa e Kaçanikut në arenat sportive luftarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e deri në vendet e shenjta të Islamit. Ky është rrugtimi i Besnik Gashit, një sportist i dalluar i arteve marciale, që këtë vit e realizoi ëndrrën e tij më të madhe, kryerjen e haxhit. Për më shumë se një dekadë, Besniku jeton dhe vepron në Arizona të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në sportet luftarake. Ai ka garuar në MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, Taekwondo dhe disiplina të tjera, duke fituar tituj të rëndësishëm, ndërsa kulmi i karrierës së tij sportive ishte shpallja kampion i Arizonës në Jiu-Jitsu. Në Amerikë kam shku që 12 vite, domethënë 2013, dhjetor u kanë 2013, atje domethënë e kam kalu pjesën e rinisë, domethënë atje. Si kom shku, domethënë ja kom fillu mrena me thonë nashti 6 mujve, ja kom fillu më mirë me sport. Svifte, domethënë u kanë kickbox, Muay Thai kështu, që ja kom fillu. Edhe ma vonë tani jam zhvendos pak ma sikur mundje, Jiu-Jitsu i thujna. Ata ja kom fillu, domethënë, edhe pja atyt i kom marrë hapat për këtë jetën që e kom krijuar atje. Një nga rritjet më të mëdha sportive mbetet titulli kampion i Arizonës në Jiu-Jitsu, një sukses për të cilin është krenar edhe sot. 2021-22, domethënë, jam bë kampion i Arizonës, shtetit Arizonës në Jiu-Jitsu. Që kjo ka domethënë sikur kulmi pak se nuk është Jiu-Jitsu nuk është domethënë shumë e lehtë për më bën sikur në Amerikë edhe më bën kampion. Edhe kjo ka qenë domethënë ajo për ai kulmi i karrierës time, domethënë ajo për domethënë që kom rri mas shumëti, që jam krenar me vetën mas shumëti. Përkundër rezultateve si kampion, ai i shet të vogla këto rezultate në krahasim me haxhin që sapo përfundoi. Ai thotë se i gjithë suksesi sportiv lidhet ngushtë me besimin e tij në krijuesin. Me sportin kur kom fillu, domethënë, ja kom fillu domethënë më afru më afër krijuesit, edhe domethënë pi 2023-s ashtu kam pas qef me shku. Për tani 2 vite më parë më vdiq babi edhe domethënë nuk mujta, u desh me shtynë pak, edhe na erdhi shansa Allahi na mësoi për këtë vit me shku, mua nanës edhe motrës. Edhe kjo ka qenë domethënë sikur pjesa ku jam ni që ku mba diçka në jetë, ku jam ni domethënë sikur kur i gjenerum, domethënë kur si me lind për zdyt. Madje ai thotë se emocionet që përjetoi në Mekë dhe Medinë, sipas tij nuk mund të krahasohen me asnjë triumf sportiv. I lumi ai që ja mëson Allahi që e uzon Allahi e që e bind, domethënë s'pari vetëm për me shku, e me provu, e me shiju atë kënaqësi, se është diçka që nuk mund ti me bën diçka, pa marrë parasysh se çfarë bën jetë, çka më rrin jetë, me ndesh ke sport, ndesh ke biznes, pasuni, ku pe diun çka. Nuk mundesh me zaventu, domethënë, këtë pjesë kur shkon haxh. Je domethënë sikur me thonë me një fush, jemi një fush, veç me krijuesin. Unë kam qenë me nanën atje, nana është me thonë sikur është diçka që sikur jam shumë i lehtë me nanën. Ama atje kam qenë vetë, kam qenë veç me krijuesin. Vizitat në vendet historike të Islamit lanë gjurmë të pashlyeshme në kujtesën e tij. Nuk e kom imagjinu që shtu, edhe nuk po mushi me imagjinu. Nuk besoj që mundesh për shembull pi fshatit tim Begras ose Kaçanikut, Ferizat, Kosovës me imagjinu atje, derisa shkon. Është një farë ndjenjesh me hanë sikur kur në momentin që po hinshe, sikur po kpuqin lidhje tjera, domethënë, po kpuqin domethënë çdo rrjet tjetër që e ki me botën, po kput që domethënë po lidh diçka tjetër, domethënë ishte veç ti me krijuesin. Çaty zemra të rrejnë. Se zemra të rejnë non-stop, ama që aty kemi një zemrën të rejnë. Kër kom hinë xhamin e Profetit a.s. Atë bile i kom tregu edhe hoxhës Bujar tash, e ma men tash filmin tash e
profetit tash a.s. kur devja tash ndalet edhe domethënë e planifikojnë me ndërtu xhamin këto. Tash po mdo këta që i pesho me sy. Kur kina shku te Kodra Hudit tash më do që i pisho luftetar, domethënë shigjetar atje në Kodër. Gjithçka ka qenë domethënë shumë sikur se cila ka pas atë farë vetinë e vet. Edhe e kanë sikur shumë sikur non-stop e ke përjetu tamam sikur më kanë prezent. Kam qenë edhe te domethënë te Shpella Hira kam qenë atje. Atje kam hinë domethënë mrena. Atje ka qenë nuk moj as me përshkru me fjalë se çfarë ndjenje ka qenë, domethënë se kur aty bile jam ul pak, kam meditu, po ka qenë shumë ka pas njerëz shumë, domethënë është qenë sikur pak e ngarkume. Për besnikun, përvoja e haxhit është diçka që nuk krahasohet me asnjë udhtim tjetër. Mundesh me shku në çdo vend botës, me pa vende të bukura, vende që me hanë interesante, natyrë, këse ase, ama ku qësh aty, shpirtit flet, zemrat flet. Çdo qelizë e trupit ka më të full, ty e prezent. Nëse i musliman, dhe më thonë që të rej zemra si musliman, çdo qelizë e trupit ka më të full. është ndjenjë mirë. Më apet po thamë, i lës ata që kanë qef me shku, mos e leni për pak. Shkurtoni gjona tjera në jetë, provoni që ta se është një i gjallë, dhe me thonë, se na jemi gjallë, dhe me thonë, fakt jemi gjallë, për një i gjallë shumë shpirtnisht, një i gjallë shumë thonë në gjdo aspekt. Ndonë se sporti i tij kërkon forcë fizike, guxim dhe përgatitje të jashtëzakonshme, besniku thotë se pa besim nuk mund të arrinte sukseset që i ka sot. Sporti jem është sport luftarak edhe është jo gjithkush që me thonë sikur ka gëzimi me hinë aty në kafazën. Është një sport që nëse nuk je i lidh me krijuesin, dhe me thonë ju çdo sen shkon mirë aty, se do të me pas besimin. Nuk mundesh me pas besimin në vetë jo në Allah, a u kupton? Të vijmë besimi, pika kryesore dhe me thonë këtë sport është besimi. E one, elhamdulillah, kum pas besimin në Allah, dhe me thonë, edhe frikë veç Allah, dhe me thonë, gjithmonë së kur ajo më ka një mund, dhe me thonë, me kom pak ma i qetë, me kom pak ma i ma stabil, dhe me thonë, gjdo ndeshje, gjdo sfidë që kum pas. Pas përfundimit të haxhit, kampioni nga Arizona thotë se synimi i tij më i madh nuk lidhet më me medalje apo tituj të rinj, por me forcimin e raportit me Zotin. Mi ju përkushtu hala ma shumë, lumit Allah. Nga arenat sportive luftarake të Amerikës deri tek prekja e Çabës, Besnik Gashi dëshmon se forca më e madhe nuk matet vetëm me tituj e fitore, por me besimin, përkushtimin dhe lidhjen shpirtërore që njeriu ndërton me Krijuesin.